Deputeti i Frontit Evropian Skender Recep Zejt në konferencën e sotme për shtyp në Kuvend kritikoi prokurorinë për veprimet në rastin për tragjedinë në diskotekën Puls në Koçan. Recepi tha se kryeprokurori është në shërbim të qeverisë dhe se në këtë rast janë lënë jashtë hetimit persona të afërt me pushtetin. Konsideroj që jo vetëm prokuroria, por edhe gjyqësia në Maqedoninë e Veriut është çmoti e kapur. Do thotë përfshirë edhe kohën e fundit dhe loja që u bë mes kryeprokurorit dhe kryeministrit për shkarkimin, jo shkarkimin e tij, ishte arsye që kryeprokurori të vihet në shërbim të qeverisë për intenca dhe qëllime politike. Ju e shihni shumë mirë që realiteti në ndodhinë tragjike në Koçani është larg asaj që duhet të jetë nga një hetuesi e pavarur, pasi që njerëzit zyrtar të afër me qeverinë janë të lënë anash nga çdo lloj hetimi dhe merren masën ndaj njerëzve të cilët efekti të cilëve duhet të jetë kryekut politik dhe ndërretnik për fat të keq. Recepi tha se ajo që mbetet është që të diskutohen të gjitha lëshimet e mundshme që kanë ndodhur gjatë tragjedisë në Koçan, pavarësisht rezultateve që do të vinë. Siç tha ai, së paku opinioni të jetë i informuar me lëshimet që ka bërë pushteti nëpërmjet ndikimit në prokurori dhe gjyqësi, që të anashkalohen përgjegjësit kryesor nga rasti Koçanit.